أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi dhe na lehtësoi që të qëndrojmë disa çaste pranë Tij. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na I ban këto net të bekuar. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall në këto net Allahu të na mundson që zemra jonë të përjeton adhurimin Allahut, të përjeton qëllimin e agjerimit ton. Vëllezër të nderuar, një nga mirësitë më të mëdha të Allahut Azza wa Jall është që Allahu Azza wa Jall është më I kujdesshëm për robin e Tij se sa robi për veten e Tij. Kujdesi Allahut Azza wa Jall për ne është më e madhe se sa ne për veten tonë. Për atë kujdeset Allahut Azza wa Jall sot vetëm do t'i numroj për çka kohës. E para çështja është kujdesi Allahut, ku Allahu Azza wa Jall na krijoi në natyrshmërinë e besimit. Çka do me thonë Allahu me të kriju në këtë formë? Do thotë s'ka krijes, s'ka insan këtë dunjo, s'ka njeri dhe s'ka gjin që ka kriju Allahu Azza wa Jall, vetëm se bërthamën farën e besimit Allahu Azza wa Jall e ka mbjell qish në lingjën e Tij. Kjo është dhurata më e madhe Allahut. Pra çdo njeri këtë farë, këtë bërtham e ka në brendësinë e Tij. Mirë po, kjo farë ka nevojë për kultivim. Sikur që shumë ara në këtë dunjo, ka mundësi që fara të ngelet të kalbet në brendësinë e tyre dhe mos të japë efektin për shkak mos kujdesjes së bujkut. Dhe merr në sekretin e dytë, sepse Allahu Azza wa Jall thuajse ndërësisht Islamin e ka lidh me zemrën. Për atë nëse pyet, ku e ka vendin imani? Ku e ka vendin besimi? Besimi e ka vendin në zemër. A e kuptove tash pse Allahu Azza wa Jall ne I shiqon shumë zemrat dhe Allahu Azza wa Jall kujdeset për zemrat. Nëse e kupton këtë, do ta kuptosh se pse njeriu duhet t'i përkushtoj rëndësi të veçantë zemrës. Se zemra nëse rregullohet, rregullohen gjithë gjymtyrët. Si rregullohen këta, në pikat e shkurta do ta sqarojmë sot. Ka në hadithi pejgamberit Allahu se Allahu nuk ja shiqon juve pamjet, fizionomin tuaj. Dhe vjen njëri dhe thot sa është e rëndësishme që dukesh. Jo është e rëndësishme që dukesh. Amo para prakisht është e rëndësishme çka ke në zemër. Pse? Për shkak se zemra tokë. Zemra toka e farës. A ka mundësi që bimat të binë me një tokë të ngurtë? A ke pa bimë që ka binë dikun, kurse ajo tokë faktikisht apo beton?
Parat Malik ibn Dinari thonte, s'ka ndëshkim më të madh që Allahu e ndëshkon birin Ademit se sa me forcimin e zemrës. Sot nëse e kuptoni këtë ders, e kuptoni pse na fal Mutaravi, pse Kurani preferohet në Ramazan të lexohet, pse preferohen disa ibadete që cilën ndërlidhen me xherimin, e pse në veçanti agjërimin Allahu ne i obligoi. Vëllezër të ndershëm, toka a zemra. Fara gjindet mren. Ama fara nuk është duke dhënë efekti, nuk është duke të ndalë mbi sipërfaqen e saj për shkak forcimit vrazhdësisë së tokës. Cilët janë elementet që e zbutin tokën? E para çështje, pastrimi i mbetorinave të tokës mi hek gurt. Një bujk i cili vendos me miell, çka ban më pari hek gurt? Cilët janë gurt e zemrës? Gurt e zemrës janë mëkatet dhe gjunat. Kështu ka thonë pejgamberi Allahut. Çdo gjuna ka një njollë zezë në zemër. Dhe derisa ta mbështjellë zemrën, edhe kësaj ne i thojnë aran. Kella belarana la qulubi ma kanu yaksibun. Aran do thot drishk. Ndrishket zemra. Ramazani ka ardhur për di çështje. Që ta kuptoni se Allahu s'ka nevojë për agjërimin tonë. Ama nëse ti agjërimin e rregullon, paramendoj agjërimi çka ban tek njeriu. E para pe atinve, veç kur ta mrish Ramazanin fillon gurt mi pastru nga ara, toka, për t'ju dhon hapësirë farës me bi. A çfarë është agjërimi? Agjërimi është pllugu që e leron arën. Agjërimi të leron arën. Për ata, hakipatin i bujk i ka morën traktorin edhe plugin ka shku, a mon aton bige shi kurse ki me lavëru jo. Duhet mu tha, duhet mu terë. Për ata ti agjeron që thash që plugi të jep efektin. Agjerimi a plugu që leron arën. Ama do të thot që na e leru më arën edhe fara bin jo. Çka don? Ara ka nevoj për shi. Ara për të bi fara ka nevoj për shi. Shiu i arës pra i zemrës është Kur'ani. Shiu i cili e zbut farën e ban të njohëm, i jep lagështi farës, kush është? Kur'ani. Parat Kur'ani dhe agjërimi kanë ardhur në shumë hadithe njëri me tjetrin. Çift bineç. Agjërimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e gjykimit. Pra shiu kur bjen me bollëk, sa të lexojsh më shumë Kur'an, më shumë më bollëk ke. Varet ara jote a ujit hiq njëtën e vetë apo jo. E kur e kupton se lagështia ka më rrinte fara. A do me të tregu këtë sekret? A ki e qef me ditë se ki shi që ki bollëk që i ka rao? A ka më rrin gjdo pik, gjdo ajet, gjdo fjale Kur'anit ka një pik, a që pikon të fara. Amo kur ja jep lagështin nëse has që loti rjedh në sejdë apo duke lexuar Kur'an, atëherë kjo arosa që ka ardhur faktikisht se lagështia ka ardhur te fara. Amo mjafton me kaq jo. Çka duhet? Kur të mbjellë, kur të bie bima, ka nevojë për dritë edhe ngrohtësi. Ka nevoj për dritë, për farë, për pema më rritë. Çka ka nevoj? Pema ka nevoj për dritë edhe dill. A di kush është dilli? Taravia. Namaz e natës. Sa ma shumë dritë, sa ma gjatë,
sa ma I përqendruan namaz e rrit pemën. E pema ku të rritet, atëre Allahu ka thonë ti ukula kullahin. Atëre fillon pema mu amëlsu. Ku të amëlsohet pema, atëre është korja fritet. A di ku të është që cilët janë fritet e pemës, edhe si e ka emrin kjo pemë. Fritet e pemës është duaja, lutja. E njeri ku të ngritet me bo namaz natë, nuk është mo namazli. Nuk është mo namazli. Natën veçanti. A di qka është? Njeri që ngritet natën me bo ibadet është mik I Allahut, kontakton me Zotin e vetë. Allahu afron dhe thot, o robi jam, unë të ka morë më në kujdesje. Nuk të ndonë dikush me shjetësu, me të ngacmu, me të armitësu, vetëm unë luft me ta kam hi. Unë luft me ta kam hi. E nëse ti vazhdojnë që shtu, unë dhe t'jem siriot që shikjon, vesh jitë që ndëgjon, dora jote që përshëndet, kama jote që lëviz, të thot që shini jote është mbi këqirjen teme. Nuk të knaq ti e veç ajo që më knaq edhe mu. Nuk mundesh me ndëgju vetëm atë që unë e du, dhe nuk mundesh me përshëndet vetëm atë që unë e du. Nuk mundesh me ba Allah që veresh atë që se du, dhe nuk mundesh me hec ti vetëm atje ku unë du. E mere tash fritin korre. Cile janë friti? Kur dush ti lip, qfar dush kërkose unë të përgjigjem. Qfar do halli që je, unë do të mbroj kja friti. A dini që ka emrin kjo pemë? Pema e cila kultivohet në Ramazan dhe jep fritin gjdo stin, gjdo kohë, gjdo gjendje, keti dhe jashtë Ramazanit e ka emrin pema e devotshmëris. Kja sekreti agjerimit që Allahu ka thonë, o ju besimtari, është obligu agjerimi si që ka obligu dhe popojve para jush, që ta arrini shkallën e devotshmërisë, që ta kultivoni pemën e devotshmërisë. E për këtë temë ka muhabet shumë, mirë për shkak kohës në rumbull laksuam, që ta kuptojmë se pse agjerojmë, pse në lexojmë Kur'an apo ndëgjojmë, pse në bojmë namaz, pse stërvitmi trupin, pse qëndrojmë para Allahut Azza wa Jall dhe pse lutemi, po pse ne këtë Ramazan e mire presmi dhe gjallërojmë, nga se e dim se ke Ramazan a qelë si zemrave tona, ke Ramazan është shkak I bimës kokrës tonë që del mbi sipërfaqe, ke Ramazan është shkak që e ban pemën të fort, që jep fritin e ambël. Lusim Allahun Azza wa Jall që ta shijojmë, që të shijojmë fritet e kësaj pemë në këtë dunjë dhe në ahiret. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.